përgjegjësi penale. Flasim për rezultatin zgjedhor. S'kemi pasur rast të diskutojmë zonja Pantina. Jo, si LDK, shënuat rezultatin e dytë më dobët ndonjëherë. Por, rezultati është shumë i keq për LDK-n, duhet ta themi. Ka një lloj, nuk është vetëm një faktor, mendoj se ka shumë faktor, dhe këto tashme kanë filluar diskutimet brenda strukturave të partisë për ta parë se çka është gabuar rrugës dhe për të parë se kush duhet bartë përgjegjësi. Natyrisht kryetari i partisë e ka marrë përgjegjësi mbi veti, e ka ofruar dorëheqjen e cila me 31 dhjetor në mbledhjen në takimin e kuvendit, domethënë do të konfirmohet, ose nëse delegatët mendojnë se Abdi Xhiku nuk ka qenë përgjegjësi për këtë humbje, ndoshta edhe ja vazhdojnë mandatin. Përgjegjësia është vetëm tek kryetari apo e gjithë strukturave të LDK-s për këtë rezultat? Unë nuk mendoj se është vetëm e një personi, natyrisht se përgjegjësia është më e zgjeruar, megjithatë varet prej nivelit të autoritetit që ki, ose të përgjegjësisë që mban brenda subjektit, e bartë edhe peshën e përgjegjësisë, kështu që përgjegjësia më e madhe natyrisht i bie kryetarit, i cili ka qenë edhe kandidat për kryeministër, por nuk mund të amnestohen edhe gjitha strukturat, madje edhe kandidatët për deputet, ndoshta edhe ne, ndoshta asun se kam bërë punën time si duhet, nuk kemi punuar mjaftueshëm për të nxjerrë rezultat më të mirë, kështu që askush nuk mund të ikë përgjegjësisë, asun nuk i iki përgjegjësisë ime si kandidate që kemi dështuar, unë mendoj që është dështim, për të arritur një rezultat më të mirë, ose të paktën për të ruajtur rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit e vitit kaluar, prandaj përgjegjësia është me nivele, po them ashtu, por nuk mund të ikë askush përgjegjësisë, sa më lart që jene kryet vendimarrjes, natyrisht se përgjegjësia është më e madhe. Po, a këndellet kështu LDK-ja pas kuvendit zgjedhor me ofrimin e dorëheqjes së zotit Abdi Xhiku? Unë besoj se nuk është vetëm çështja e dorëheqja, çështja duhet tani tutje duhet mendohet jo vetëm kush po dhe çka, cila është rruga që duhet të ndjek LDK-ja, çka duhet ndryshuar, nëse ka nevojë se a është e mjaftueshme veç me ndru kryetarin, apo duhet ndryshuar edhe diçka tjetër, në mënyrë që të aktivizohen më mirë strukturat edhe të bindim qytetarët se alternativa jonë është më e mira. Them drejtën, unë vazhdoj me besu se programi i LDK-s është më i miri. Vazhdoj po ashtu me besu se edhe lista kandidatëve ka qenë ndër më të mirat. Por dikun kemi gabu. Po, qytetaris për jota? Po pra, edhe unë jam e prirur që të kërkoj përgjegjësi brenda vetes, para se dalë edhe ti fajsojmë qytetarit apo subjekte tjera që ata na morën fitoren. Ne, mas pari brenda shtëpisë, duhet të shohim ku kemi gabuar, çka s'kemi bërë si duhet, në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme me ndryshu këtë. Nësë është e nevojshme me undru krejt lista kandidatëve, me undru krejt strukturat, okej, edhe atë duhet ta diskutojmë, por kjo tashme duhet diskutohet edhe duhet të analizohet me gjakftësi, me maturi, pa emocione. A ka ambicie brenda LDK-s për të qenë në krye të partisë? Nuk e di, nuk kam po ende që dikush ka shpreh publikisht ambicie për të qenë, por është gjëja më normale e mundshme që njerëz brenda partisë, brenda strukturave të kenë ambicje dhe të besojnë se mund ta sjellin LDK-n në një rezultat më të mirë tani e tutje. Është gjëja më normale në politikë. Rezultatet e vitit